Qeveria tha se Talis na nxori shkëlqyeshëm. Le të jemi sy të dhënave dhe të shohim çfarë la pa thënë nga gjetjet e anketës. Mes 55 sistemeve arsimore, mësuesit tanë kanë dalë mirë. E thënë në mënyrë banale, është anketa PISA po për mësuesit? Jo, Talis nuk është test si PISA, por është një anketë perceptimesh. Matë se çfarë mendojnë mësuesit dhe ju performancën e tyre. Renditja mes 55 shteteve është veçse propagandë. 96% e mësuesve deklarojnë se trajnimet dhe zhvillimi profesional kanë pasur ndikim real në përmirësimin e mësimdhënies. Por për 43% të mësuesve, kostot ekonomike janë bariera kryesore në ndjekjen e tyre. Mesatarja e mësuesve tanë që kanë lidhje me përdorimin e teknologjisë është më e lartë se sa mesatarja e të gjithë sistemeve të marra së bashku në këtë anketim. Për 69% të atyre që se përdorin, arsyeja është infrastruktura e munguar në shkolla. 98% e mësuesve shqiptar janë të kënaqur me profesionin e tyre që kanë zgjedhur. Me gjithë kënaqësinë e lartë profesionale, vetëm 36% e mësuesve u shprehën të kënaqur me pagën, shumë poshtë mesatares OCD-s, por kjo shifër nuk gjeti vend as në fjalimin e kryeministrit dhe as në fjalimin e ministres së arsimit. Edhe këtë herë, raportet ndërkombëtare u përdorën për propagandë. Talis flet edhe për sfida, por qeveria zgjodhi vetëm shifrat që tingëllojnë bukur.